Ne flasim në këtë momente për një çështje e cila duket se na prek të gjithëve, siç janë aeroporti dhe udhëtimet, teksa gjatë ditës së sotme kemi dhënë edhe një kronik ku në disa aeroporte të Evropës është pezulluar puna përkohësisht, disa aeroporte e kanë ndërprer punën e tyre për shkak të ngricave dhe temperaturave të ulta. Rreshtit e shiut duket se ndikuan edhe në fluturimet që lidhen drejt për së drejti me Tiranën gjatë ditëve të fundit, ndërsa nga ana tjetër flasim edhe për vitin 2025, ku sipas autoriteteve në vendin tonë janë regjistruar 12 milion turistë të cilët kanë vizituar Shqipërinë dhe sigurisht një rol të madh ka patur aeroporti ndërkombëtar i Tiranës si porta më e madhe hyrëse dhe vetme ajrore në vendin tonë. Për të diskutuar gjitha këto zhvillime, kam kënaqësinë që sonte me mua në studio të jetë bashkuar zoti Maksim Ethemaj, drejtor i autoritetit të aviacionit civil shqiptar. Zoti Ethemaj, mirëmbrëma, kënaqësi që po flasim. Fillimisht, nga kjo kronika që lam në disa aeroporte të Evropës, ne dihet që tashmë kemi linja, kemi komunikime, kemi fluturime me Evropën. Na prek ky pezullim i punës atje, pra si ka qenë puna në aeroportin e Tiranës gjatë ditëve me mod relativisht të vështirë? Po, besi, do me thënë, gjdo impact në një aeroport ka automatikisht bën impact në aeroportin tjetër. Do të thotë, aviacioni civil është koncepti port to port, gate to gate, ku aeroporti njësë dhe aeroportit i mbritjes nga një pikë të tjetër, duhet komunikojnë pa probleme. Çdo problem në një aeroport, automatikisht se problemi në një aeroport tjetër. Dhe problemi në një aeroport të tretë, ku avioni paraprakisht ka fluturuar, afektohet. Do të thotë çdo gjë në aviacion është një rrjet që duhet të mirë funksionojë. Praktikisht që thatë shumë e drejtë, ka një problematikë shumë të madhe me motin dhe kjo ka të bëjë me një fakt që ne po përjetojmë ndryshime klimaterike. Do të thotë që ne do shikojmë shumë më tepër mot të çuditshëm. Do të thotë çfarë ndodhi në Tiranë në Shqipëri këtë radhë, kjo është shumë rrufe. Gjë që nuk është e zakonshme për këtë periudhë kohe. Do rrufet janë të zakonshme në pranverë dhe në vjesht, po jo në dimër. Patëm shumë rrufe. Çfarë ndodhi në Vjenë? Temperatura e pistës në aeroportin e Vjenës ishte gjithmonë në zero. Megjithëse kalkuli ngritet çdo një minutë, përsëri pista rritet të mos ngrohej. Do të thotë që ne nuk kemi asnjë gjë më shumë, po përjetojmë ndryshime klimaterike. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ne duhet të marrim masa që të adoptojmë strukturat aeroportuare për këtë mot. Nuk janë të updateuara ose të përshtatura në një farë mënyrë, apo gjithmonë do duhet? Gjithmonë duhet. Gjithmonë duhet. Pse? Në qoftë se në një vend X, në një aeroport të rriten rreshjet, automatikisht pista duhet të ndryshojë shtresa e asfaltit që të rrisë forcën e fërkimit. Në qoftë se pista, do të thënë një vend është ekspozuar me mot, me temperatura negative, duhet që të bëhet sistemi që pista të rrihet ngrohtë. Do të thotë këto problematika të ndryshimit të motit na detyroin ne aeroportet që bazuar në to ngjarje që janë më specifike, në rastin e Tiranës, të Shqipërisë ka qenë rrufet, në rastin e Vjenës temperaturat ekstremisht të ulta, që të mendojmë të adaptojmë aeroportin për të tillë kushte meteorologjike ekstreme. Si ka ndikuar kjo situata ditëve të fundit, se pam më pas sigurisht edhe udhëtarë të cilët ndoshta me fëmijë të vegjël, dikush mund të ketë patur edhe në një emergjencë ose situatë shëndetësore, u shprehen të revoltuar kryesisht edhe ndaj kompanive ajrore apo autoriteteve për vonesat që kishin ndodhur edhe për anonimin e fluturimeve. Çfarë episodesh patëm gjatë këtyre ditëve me më të keq në aeroportin e Tiranës ose në linja që lidhen me aeroportin ndërkombëtar tonin, zoti Ethemaj? Së parë unë imi kuptoj pasagjerët për shqetësimet që kanë dhe kërkoj ndjes, por çdo gjë bëhet vetëm në emër të sigurisë. Pra aviacioni civil ka parim bazë, nëse një gjë nuk është e sigurt, duhet të mos ekzekutohet dhe të presësh derisa të mbizotrojnë kushtet e sigurisë 100% në operime. Në këtë kontekst, operime ka pas anomali, për shembull në kushtet në këtë periudhë kohë janar, kryesisht saktësia e ulje ngritje në aeroportin e Rinës është në kufinte 83-86%. Çfarë kuptoj me saktësi të ulje ngritjeve të orarit? Sa përqind e avionëve të planizuar janë në orarin e ngritur në kohë. Pra ne kemi në 100 avion 86 ulje dhe ngritje në kohë. Po dakord, 14, nuk është janë pak për njerëzit të cilët. Po 14 nuk janë pak si numër, por nëse janë vonuar 5 minuta nuk është asgjë. E qartë, dakord. Pra ne numërojmë numrat. Patjetër. Por nëse është 5 minuta, 5 minuta nuk është asgjë vonë. Deri në 15 minuta nuk është fare problem. Deri në 30 minuta është e asimilueshme, mbi 30 minuta është problem. Pra ne po themi që nëse 100 avion, 86 kanë ardhur dhe janë ngritur në kohë, po shifrë e mirë. Gjatë kohës së keqe javës kaluar ne kishim 62%. Pra nga 80 zbriti direkt saktësia e uljes dhe ngritjes nëpër aeroporte fillon degradon.
Dhe patjetër që do afektohen pasagjerët, kemi pas vonesa, kemi pas anullime fluturimit, të në vërtetën, por gjithë jemi koshient që në një mod të vështirë, në një mod ku ka prezencë ekstreme të fenomene meteorologjike, që mund të jenë të dëmshme dhe për avion e për pasagjerët, më mirë s'mos bëhet ai fluturim se të fluturojnë. Po si kompensohen? Kompensohen kur anullohet fluturimi, se për shtyrje pastaj janë disa forma që nëse të kalon 3 orë ti mund të japësh ato dhënat e biletës dhe mund të kthehen. Po në rast të anullimit. Force majeure janë përshtuar. Dhe moti është një nga forcat majeure. E kuptova. Po, sa u takon kompanive, ju keni të drejtë të ndërhyni në rastet e kompanive të cilat raportohen shpesh që kanë probleme, kryesisht kompani low cost, të cilat pasagjera apo udhëtar të ndryshëm thonë shiko se ne kemi kaq kohë që presim, nuk na jepet asnjë shpjegim, ka raste kur avionin njerëzit janë imbarkuar gjithë por avioni nuk niset. Ju si autoritet keni të drejtë të ndërhyni apo në fundit mbetet një marrëdhënie midis biznesit që është e vështirë t'ia përcaktosh rregullat? Së pari dua të korrigjoj që performanca e kompanive ajrore përkundër pasagjerit ka qenë në përmirësim të vazhdueshëm. Dakor, kjo është fakt, kemi evidenca. Drejt perfeksionimit do të flasim. Patjetër, sigurisht. Viti 2023 dhe 2020 kanë pasi problem shumë të madh. Pse ka pasi problem shumë të madh? Të gjithë avionët e rinj, Airbus 320 Neo, rezultuan me disa probleme në motor. Jo se nuk ishin të sigurt në fluturim, por kërkojnë një mirëmbajtje specifike pas një cikli relativisht të shkurtër. Dhe kjo çfarë bëri që gjithë kompanitë që operonin këtu dhe avioni, përfshi edhe kompani me emër si Lufthansa, edhe kompani low cost si Wizz Air, i lanë tokë avionët. Pra do të thotë që në 2023-2024 ne kemi pas mungesë avionësh në treg. Do të thotë kërkesa është më e madhe se avionët disponim. Ndërkohë në 2025 ky problem nuk ekziston, dhe unë po them që shifrat tona të ankimimit të pasagjerëve kanë rënë me rreth 38%. Dhe problemet të pasgjidhura akoma sipas afateve kohore të përcaktuara është në nivelin e 2-2.7%. Pra është një shifër që 97.5% e ankesave janë zgjitur në kohë. Në lidhje me ankesat, marrëveshja është midis pasagjerëve dhe kompanisë ajrore. Pra kur ne blem Të doja, te këtë kisha interesin. Pra ju jeni një palë ne jemi një palë që vetëm facilitojmë procesin. Do të thotë, lehtësojmë procesin. Më falni për jo, ku ka mundësi për ta shqiptuar gjën e shqiptojmë. Po. Në radhë parë ne adresojmë të gjithë pasagjerët që na kërkojnë se si të ndjekin rrugën ligjore. Së pari. Së dyti, sigurojmë që koha e përcaktuar në rregullore për kthimin e përgjithshëm për ndjekjen e problemit është respektuar. Po, ti brenda afateve kohore. E tre, nëse pasagjerët nuk është i kënaqur me propozimin, me ofertën që ka dhënë kompania ajrore, kemi të drejtë që t'i kërkojmë kompanisë ajrore të gjithë dhënat. Ti themi pse? Për këtë pasagjerë ke trajtuar në këto standarde që kemi gjithë dhënat. Dhe në rast se ne, si Autoriteti i Aviacionit Civil, nuk jemi të kënaqur ose të bindur me mënyrën e kompensimit, i kërkojmë kompanisë ajrore ta adresojë. Dhe në rast se nuk bie dakord, e adresojmë pasagjerin në gjyq dhe i ofrojmë asistencë ligjore përkundër legjislacionit nëse kërkohet. Pra kjo është çfarë ne bëjmë. Po nuk ka të drejtë Autoriteti i Aviacionit Civil që të ndërhyjë për në një revokim licence në rastin? Edhe kur e tepron një kompani e caktuar me vonesat dhe me... Në momentin që ti e shikon që degradon shërbimi karshi pasagjerëve, ti mund të heqësh atë pjesë të linjës, pra në market, në segmentin ku fluturon, por nuk e pezullon. Licenca e operimit pezullohet vetëm kur ti ose speson standarde regulative, ose kur ke probleme me sigurinë në operim. Me qartë. Çfarë lehtësira se janë bërë disa në aeroportin ndërkombëtar, kryesisht edhe për udhëtarët shqiptarë që në një farë mënyre duket sikur e kanë bërë pra më të thjeshtë situatën me ato pasaporta që skanohen direkti, nuk ke nevojë të presësh në rrallë tek polici siç ndodhte shumë vite më parë. Për çfarë lehtësira të tjera mund bëhet në vazhdim, pra mund të ndihmojë Autoriteti i Aviacionit Civil udhëtarët, ndoshta kryesisht shqiptarë, po them në këtë rast që udhtojnë nga pika e Rinasi. Po, atëherë është e vërtet që pasaportë, domethënë e-gatecet, porta elektronike, e kanë përshpejtuar shumë procesin. Dhe në hyrje në aeroport, procesi është shumë i thjeshtë, shumë i shpejtë edhe pa komplekse. Këtë gjë ne mund ta bëjmë edhe në dalje. Pra dhe pasagjerët shqiptarë që dalin mund ta përdorin. Problemi është legislacioni fuqi, nuk lejon vendet e non-EU countries, vendet jo europiane, të aksesojnë sistemin databazën e vendeve të BE-s kur fluturon. Për këtë arsye ne nuk mund ta bëjmë dot sot. Por po punojmë që edhe ky proces të
automatizohet. Së pari kemi bërë legjislacionin në përputhje me standardet europiane, me asistencën europiane, jemi në një fazë të certifikimit ajo që quhet One Stop Security, i cili ne besojmë do mbyllet diku në 2020, fund 2026 ose në fillim 2027-s. Do instalojmë sisteme teknologjike që do jenë pjesë dhe në momentin që ne do kemi këtë proces, legjislacionin e kemi, security audit do ta kalojmë, në këtë moment teknikisht ne jemi gati për të lëvizur. Plus, fakti që ne do integrohemi në BE, paktën se si është objektivi shqiptare, ajo automatikisht do na bëj antar të këtij database dhe do aksesojmë. Pra e para, e dyta, vitin tjetër ne do kemi 6 porta për nisjen e avionit më shumë. Që janë? Nëse mund të zbuloni diçka? Domethënë nëse ne sot operojmë rreth 22-23 porta, do shtohen dhe 6 me 6 destinacione, po. Do shtohen dhe 17 gabina check-in ekstra. Pse? Në funksion që koha e përpunimit të pasagerëve jetë sa më shpejt. Po, e kuptova. Po, linja të reja, se te kjo e ngatrova pak unë pastaj kur thatë 6 porta, unë lidha me linja të reja. Para se të futeshim së bashku, më the që në 2026 në vazhdim kemi lajmet mira nga aviacioni civil. Aq sa mund të zbuloni, do të jenë linja të reja që do të operohen drejt për drejt nga Tirana? Po, domethënë, besoj ju e dini që vitin tjetër ne fillojmë fluturimet direkte me Kanadan. Marrëveshja transportore është nënshkruar. Transporti ajror kanadez ka caktuar një kompani ajrore Air Transat të kryejë operimet. Air Transat ka konfirmuar që në 19 qershor do fillojë operimet. Pra fluturimi i parë nga Tirana në kontinent tjetër jashtë Europës bën qershor. Do të kemi një rritje fluksi të fluturimeve nga vendet nordike, kështu dua të theksoj faktin që fluturimet për dhe nga Kopenhagen bëhen të përditshme. Shtohen fluturimet në disa qytete të Norvegjisë. Do kemi Swiss rrit frekuencën e fluturimeve nga një fluturim në ditë do bëj 2 fluturime në ditë. Presim operator se jemi duke negociuar marrëveshjen me Marokun, me Gjeorgjin, jemi në diskutime me Katarin dhe shpresojmë që ose 2026 ose vjen 2027 Katari të prezent në treg dhe vazhdojnë diskutimet me fluturimet për dhe nga Amerika që është akoma objektiv që ne po ecim. Çfarë faze janë? Këtu duhet të ndalem diçka më tepër duke marrë parasysh se është deklaruar edhe si një premtim nga politika në faza caktuara që operimet e fluturimeve direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë një realitet i shpejt për Shqipërinë. Ka ndonjë pengesë zoti e themën në këto mënyrën se si po ecën? Domethënë duhet të them që të paktën me sa unë jam e dije, premtimi i qeverisë ka qenë fluturimet transoqeanike. Dhe ju thoni që bëhet me Kanadan, realizohet premtimi. Që të jemi korrekt. Dakor, po me Shtetet e Bashkuara Amerika, ne jemi negociata, çfarë është bërë, jemi audituar nga Security Amerikës, Transport Security Agency, që është përgjegjëse, kemi kaluar. Jemi duke negociuar me kompani ajrore amerikane, për të cilat për shkak të disa probleme në marketin e vet, sepse ju e dini që 2 muajt e fundit qeveria amerikane u close down, edhe ajo pati ca shkurtime të staf dhe trafik kontroll dhe në kompani ajrore, kështu që më tepër është një business decision nga ana e tyre për të vazhduar. Për të vazhduar më tej, e kuptova. Ndërkohë një tjetër moment ka të bëjë edhe me çfarë ndodhi gjatë vitit 2025, ku në vendin tonë u raportuan 12 milion turistë të cilët kanë mbërritur në Shqipëri për të vizituar Shqipërinë dhe sigurisht një besoj rol të madh ka luajtur shumë edhe aeroporti ndërkombëtar si e vetmja portë ajrore e futjes në Shqipëri. Çfarë viti ishte 2025, çfarë dënash keni ju rreth këtyre turistëve, moshat nga vinë më tepër, pra e kam fjalën vetëm për dëna që kanë të bëjnë me rinasin zoti Tema. Ne patëm rreth 11.7 milion turistë, që është 9% më shumë se sa në 2024, patëm rreth 70.000 fluturime për dhe nga Tirana, që është rreth 2% më shumë se në 2024. Mosha është mosha shumë interesante, dua të them që mosha më tipike që kishim ne në 2025 në Shqipëri është mosha midis 21 dhe 24 vjeç. Pra udhëtuesit më të mëdhenj ishte ky grup mosh. Dhe pse ndodhi kjo? Kjo ndodhi për shkak të networkut dhe të ndërlidhjes që aeroporti ka. Pra ne kemi 2 grup moshash, kemi moshën e biznesit, që janë 35 deri në 50 vjeç që udhtojnë, por është tipike dhe është një masë e re udhëtarësh që është mosha 21 deri 24 vjeç. Dhe kjo është eksakt me trendin që po ka në Europë, që kjo moshë ka qef të udhtoj. Po kjo moshë është akoma pa sistemuar kuptimin e një pune që ndryshme e tjerë dhe efortet vetëm nëpërmjet kompanive low cost.
Po, se e diskutuam pak edhe para se të futeshim së bashku në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Një turist i cili vjen përmes një kompanie low cost, është i paragjykuar si një turist i varfër, zoti Jethema? Që unë ndaj opinion tjetër, po unë ndaj një opinion tjetër, çdo turist sjell vlera në Shqipëri. Do të thotë që edhe i turist që unë nuk kam qef ti quhet varfër, me thënë vërtetën. Jo të varfër në kuptimin e shpenzimit, turist kurnac, turist kursimtar. Unë mendoj që përfshi hotelerin, ushqimin, makina me qira, që shumica marrin makina me qira, me thonë shkoni në Rinat shikoni që atje glon makinat me qira, lëmë mesatarisht në ditë për person lën 150 deri në 180 euro. Do të thotë një person lën 150 deri në 180 euro. Qëse një familje 4 veta lën gati 600 euro. Qëse lën 10 ditë 6.000 euro. Do të është një e ardhur shumë e mirë për ekonominë shqiptare. Bëhet fjalë për 11.7 milion, po i heq gjysmat ose 40% se janë shqiptarë ose që kanë shtëpi sepse janë të diasporës, pjesa tjetër lehet këtu. Airbnb, restoranti, makina me qira, karburanti, insurance, bileta avionit, gjitha janë... Pra të gjitha janë një lëvizje... Pra nuk është vetëm thjesht një bilet, por është çdo lëvizje që ai bën... Çfarë pritshmëri shkeni për vitin 2026? Për vitin 2026 ne presim të shkojmë ke rreth 12.7-13 milion pasagjer, pra vazhdon rritja. Ajo që specifike për pos destinacioneve të reja është Ryanairi do bëj bazë në Tiranë, do të thotë që 3 fluturime të Ryanair do nisim fluturimin nga Shqipëria, nga Tirana. Dhe mesatarisht një kompani ajrore do të bëjë në ditë 3 fluturime vatjardhje. Do të thotë që 9 fluturime ekstra do shtohen në ditë, do shtohen vetëm për shkak të këtij operimi që do kryej Ryanairi. Nëse 9 fluturime bën për 30 ditë 270 fluturime, që është në zonë për 10 muaj bëhet me qartë, bëhet llogaria pastaj. Ka kompani të tjera, ndoshta edhe low cost, që kanë shprehur interesin për të futur në tregun duke nisur nga Tirana fluturimet, zoti? Në këtë moment, ajo që dua të them është që futet Turkish Airlines. Prandaj 23 janar fillon Turkish, tregu do ketë akses në Stamboll dhe në Connection. Jemi në fazën e përgatitjes për sezonin veror, akoma nuk na kanë ardhur të gjithë kërkesat, por ditë të them që do ketë, sidomos këtë vit do ketë shumë pjesë nordike. Fluturime të tjera përveç Tiranës në pika të tjera të Shqipërisë, apo për shkak të zhvillimeve të fundit mbetemi vetëm me Tiranë? Për momentin është Tirana, presim dhe Vlora që të futet në rrjet. Vlora do kaloj pas fazë ndërtimit që është aktualisht, do kaloj në fazë certifikimi. Në momentin që plotësohen gjithë kërkesat rregullative për certifikimin e aeroportit, do fillojnë operimet. Dhe kjo mund ta përkthejmë këtë në afat kohor se kur mund të fillojnë, apo kjo vetë për të parë marrëzidhjet e punimeve? Shiko, teknikisht kurdo që të mbaroj Vlora, në sezonin veror do bëhet gati. Se atëherë bëjnë skendulet. Ne presim që diku në mes majit, në fillim qershorit, të jetë full operation. E qartë. Çfarë kushtesh sigurie ka aeroporti i Rinas, zoti Jethema? Ka kushtesh sigurie shumë të mira. Dhe nuk e them unë, po janë 3 institucione europiane që e thonë. E thotë Komisioni Europian, që ka drejtuar aeroportin Civil Aviation në trafikun ajror në 2024, e thotë Agjencia Amerikane e Sigurisë, që ka audituar aeroportin për efekt të fluturimeve të Amerikës, e thot edhe ICAO, dhe Organizata Botërore e Aviacionit Civil, që ka audituar Autoritetin e Aviacionit Civil për kundërshtim të sigurisë. Ka kushte optimale sigurie. Dhe po i them një gjë, që sistemi i monitorimit të kamerave që ka aeroporti i Tiranës dhe access controlin shumë aeroporte kanë. Për shembull, sistemi i sigurisë në aeroportin e Rinacit është i barabartë me sistemin e sigurisë në aeroportin e Montrealit. E qartë, se nuk dua ndoshta nuk ka shumë lidhje me vetë aeroportin, por ngjarja që ndolli me atentati para disa kohëve, pra që ndodhi tek ai rrethullimi i Rinasit, pastaj hera herës edhe politika tentoi ta lidhte edhe me sigurinë, pavarësisht se nuk ishte afër drejt për së drejtë aeroportit, ishte jashtë, kështu që ajo është një pjesë që ju thoni u takon institucioneve të tjera. Unë them që aviacioni civile ka detyrë ekskluzive të vetë të gjithë operimet në airside. Airside është zona ku avioni operon. Zona terminale është zonë publike. Pra ka masa të tjera sigurie që, me thënë vërtet, aviacioni civil nuk është përgjegjës. Zona për aeroportit është rrugë nacionale, që është komplet... Dhe nuk është as pak në... Politika bën punën e vetë, ne bëjmë punën tonë. Avionët bëjnë punën e tyre. Ne, kur flasim për siguri, flasim në zonën e operimit të aviacionit civil. Pistat e reja? Pistat e reja janë, aeroporti i Rinas është në fazën që po zgjat pistën, për shkak se fluturimet transgjerike duan pistë gjatë, po ecën një projekti. Vlora do ta ketë pistën 3.2 km që në fillim. Kështu që të gjithë infrastruktura aeroportuare në Shqipëri janë me infrastrukturë që
mirëpret çdo lloj operimi. Aeroportet të tjera, por edhe aeroportet e rajonit kanë këtë futjen e drejt për drejt nga ambientet e aeroportit drejt në avion. Këto investimet gatet e jashtme. Do t'i bëj Shqipëria apo kjo pastaj? Atëherë. Se për shembull me fëmijë të vegjël në shi, në borë që ti duhet pastaj të presësh aty derisa ka një mjet tjetër që çon deri tek avioni, zoti jetë Hemaj, do ta lehtësonte ka përshtypjen punën një investim i tillë? Atëherë aeroporti i Rinasit është ndërtuar i tillë që nuk e bën dot. Nuk e bën dot. Sot në atë terminal nuk bëhet dot. Me atë arkitekturat formë? Jo, nuk bëhet dot. Në aeroportin e Vlorës do ketë 2 gate. Po. Me tub. Po. Kur ne të punojmë për zgjerimin e aeroportit të Tiranës, sepse aeroporti i Tiranës po vjen në kushtet maksimale. Pra kapacitetet maksimale, po. Po mbingarkohet në ekstrem. Kjo shtesë me 6 gates është e fundit që do shkojë 13 milion, do të çojmë 15 milion. Do të fillojmë të mendojmë për zgjidhje alternative të tjera. Pra sa mund të shkojë aeroporti i Tiranës? 5 milion i kapën. Aeroporti mund të shkojë 20 për maksimumi 8-9 vitet e ardhshme. Dhe kapacitetet e hapësirës e territorit po. Dhe jemi duke punuar në fazë çfarë do bëjmë, si do zhvillim aeroportin. Nëse do merret një vendim bazuar në masterplan aeroportit, bazuar në parashikimin e fluturimeve që presim, nëse merret vendim për të krijuar një terminal 3, terminal i patjetër që do komandoj kërkesat edhe për e qartë.